Pavarësisht se në Lulishtën dhe pedonale në Shkodrës të Molës te Kura Bunës, çdo gjë ngjan një kantier i pune për transformimin e kësaj zone, qytetarët e gjithë moshave dhe pensionistët dhe në këto kushte nuk janë darkë këtij ambjenti dhe kanë kaluar kohën e lirë. Ata theksojnë se ky hapësirë është e pazëvendësueshme për Shkodrën dhe qytetarët e saj, ndaj kërkojnë që Bashkia e Shkodrës të ndërhyrë dhe të ngrejë zërin fort për përshpejtimin e punimeve me qëllim përfundimin sa më të shpejtë të këtij investimi. Po na dalë të ora mund me kalu kohën do më burë ku kemi me shku. Ne jemi pëstanista. Hajmi to, rrimi to. Po, rrimi o dy, shojmë, rrimi ta pleshi to. Bashkë me ta. Që me kalu kohën që me mo. Zjerë fort e kalojmë tu. Që kena me bota, që kjerë vendë joni, këtë është pjoca jonë, të na kushtet i tu. Por, kanë prish një ata se me palon një ata stollet, kështë kanë ma mirë. Nuk kena që me folë ma tepër. Kur të bëhet më sajnë Lulishe që të regulohet atër, kena me kënë ma mirë besaj. Stola s'kena, i tu dalim. Urimi e më është që të përfundojnë sa më shpejt, edhe më vjen keq sa prish para kohet. Ata është mu prish i fje ma vonë, edhe me punun të edhe me i kryat punë. Kështë me thonë unë, se këtu prish ka here nuk punohet, nuk gaditet. A do të shpejtojt puna? Po tjetër sigurisht, thëmë. Me gjithë dhe në pa dalim. Në dalim këtu se e në mësu me dal. Por, kushtet janë i fje më të qia se kanë kënë. Ta shi shollat të përbëjnë në gjamë të bukur, por në pritje mesim. Dikush ka nevoj, dikush relaksohet, dikush kalen kohen, që me thonë, gjithë kush ka atë mendimin e vetë. Ta shi vjeti të në prish veni, po, edhe zjatën si shumë, e kanë prish pa kohët, ka vjetë me lonet të kohë, si thudi. Se kem dali, du të njën qartë dhe këto ku me nejtë. Du t'i me të regulori asaj që kanë vujhe, tabelës. Kja për shpejtimi. Por, a fatet ja shkel gjithmonë, do shkelen prapë. Shpejtojt sa ma shpejt e që ma mirë është, e dihet e e punë. Na dalim për ditë se marrë me të pasër tu. Kjo është. Inshallah sa ma shpejt e ka disin. Qytetarët theksojnë se në projekte të kësaj natyre që lidhin drejt për drejt me përditshmërinë e komunitetit, duhet vijuar pa ndërprerje. Në raste konkrete kemi të bëjmë me hyrje kryesore të Shkodrës, që fillon nga Harku i Bërdicës dhe shkon deri tek gjykata e prokuroria, një segment mbi 2 kilometra. Për këtë arsye, avancimi i punimeve është kërkesë kryesore e qytetarëve ndaj bashkisë në kuadër të investimeve që po realizohen në Shkodër. Kjo zonë është pika më nevralgjike për qytetin, ndaj bëhet thirrje për ritme të përditshme pune në mënyrë që të përfundojë sa më parë.